Të dashur dëgjues, mirë se erdhët në emisionin Një ditë në jetë. E djeshmja nuk kthehet. E nesërmja nuk është e sigurt, prandaj ne jetojmë për sot dhe kemi një ditë në jetë. Sonte kemi privilegjin të kemi në mesin ton një njeri që për dekada me radhë ka qenë pjesë e historisë së kishës protestante evangeliste në Kosovë. Një shqiptar që ka ecur besnikisht në thirrjen e tij dhe ka ndikuar për shumë breza. Sot do të flasim për fillimet, sfidat, thirrjen dhe frytin e një shërbese mbi 40 vjeçare. Me shumë respekt dhe mirënjohje, ju prezantoj pastorin tim dhe pastor Nik Krasniqi, mirë se erdhe në emisionin Një ditë në jetë. Mirë se kem gjetë. Faleminderit. Është kënaqësi dhe privilegj si mysafir në parë të kem pastorin tim dhe ke ardhur në misionin Një ditë në jetë. Si mund ta përshkruaje ti Një ditë në jetë? Kjo një pyetje filozofike dhe kërkon një përgjigje më të gjatë. Po Bibla thot se Perëndia në fillim e krijoi dritën. Dhe e pa që drita ishte mia. Dhe e ndau dritën nga errësira. Dhe dritën e quajti ditë dhe errësirën natë. Kështu dhe filloi dita e parë. Andaj Bibla thotë se për Perëndin, një ditë është sikur një vjet, dhe një vjet është sikur një ditë. Dhe po ashtu në Bibël e gjejmë se kur Mojseu e nxorri popullin e Izraelit nga Egjipti, ai ju tha atyre: kjo ditë do të jetë në kujtimin tuaj për gjithni, dhe do ta kujtoni si një festë kushtuar Perëndis. Dhe do të jetë një ligj për jetë dhe për mëtë. Po ashtu ndodh kjo edhe me ditën e lindjes tonë. Ditën kur kemi lindur e kujtojmë si ditë në të gjitha ditët e jetës. E po ashtu është ditë që kujtojmë dhe që kujtohet dita kur ne takuam Zotin, ose kur ne takohemi me Zotin, Perëndin, krijuesin ton, dhe që për mua kjo ndodhi me 23 mars 1979. Shumë faleminderit. Unë do vazhdoj me pyetjen: si dhe kur filloi zanafilla kishës së Kosovës? Kur unë u bona i krishterë, besimtar, gjatë kohës së shërbimit ushtarak në qytetin Pulla të Kroacisë, u ktheva në shtëpi si besimtar, si njeri i ri, dhe fillova të flas njerëzit për Zotin, të flas për Jezus Krishtin dhe ungjillin e tij. Dhe kështu ju tregova gruas time, familjet e mi, vëllezërve, prindërve, edhe rrethet të gjara. Kështu edhe kisha atëherë në Jugosllavi, në Kroaci për së qertë, dëgjojnë se një shqiptar nga Kosova e ka pranuar Krishtin dhe është pagzuar. Dëgjoj një misionar amerikan që jeton në Zagreb, David Neibor. Ai në thirrri mua dhe vllain për takim. Shkuam dhe takuam atë dhe ai në tha se për shumë kohë e ka Kosovën në zemër dhe lutet për Kosovën. Dhe se ka dëshirë të vi me vizitue Kosovën.
erdhi dhe na vizitoi. Dhe ai vendosi me ardhë me jetën në Kosovë. Mori një banesë në Prishtinë, në lagjën Tashligje. Dhe aty vendos me gruan e tij edhe me vajzën e tyre të vogël. Aty mbarin takimet edhe por ai tregoi se ka një dëshirë me bler një vend në Prishtinë. Një shtëpi ose një vend ku mund të ndërtohet. Kisha. Një bashkësi, një vend ku mund të mbledhen besimtarë që i bie Zotit, që vendi ku do të lexohet Bibla, ku do bën lutje, do të shërbet Zotit. Dhe dolim shumë herë me të në qytetin e Prishtinës. Në atë kohë, unë punojsha në Bankën e Bashkuar të Kosovës në Prishtinë. Edhe një ditë lexoan gazetën Rilindja. Një shpallje se shite një shtëpi në rrugën Robert Gajdiku, afër Slovenia Sport, aty ku është sot kisha, dhe ai vend është i përshtatshëm për lokal afarist, dhe me edhe dëshira me di kush është, cili është e vend, me gjep vendin, sepse po kërkonin vend për kishë. Dhe pyeta kolegun tim, Lutfi Ademin, ka qenë prej Gosjevajit, tash ku gjendet kjo rruga Robert Gajdiku? Tha, çfarë të duhet? Unë kam banuar si student aty thaj. Dhe me qenë se zyrja ishte në katin 11 të bankës, për detaje më tregoi vendin. Po sa përfundoi orari punës, shkova te vendi. E gjeta shtëpinë, hyra në bar dhe më mori mendja se vendi ideal për kishën që ne po kërkonim. Shkova më një herë, e lajmërova vllazët, David Nejborin. Dhe ata erdhen, kishen sa mysafir aty, panë vendin, më një herë thanë, kjo është kisha, thanë ata. Ai Davidi, që ishte njëri me influencë, i siguroi paratë. Dhe bleu vendin. Dhe përshtatje për kishë. Dhe në vitin 1995, u bë përërimi i kishës së parë në Kosovë, në gjuhën shqipe. Dhe kështu fillon shërbecat. Fillon shërbecën të pedikot në gjili, të mbahen lutje, të adhurohet Zoti, edhe të vinë njerëzit në kishë. Fillon të vinë misionarë, nga Amerika, nga Europa, nga vendet ndryshme, nga Brazili, dhe besimtarët nga Kosova, dhe tamam u kriju kisha ku bëhej lutje, lexohej Bibla, adhurohej Zoti e tjera. Sa bukur më dëgju që lajmi u dëgjua në Kroaci, pastaj erdhe në Kosovë dhe fillova të dëshmosh për Jezusin. Por pyetja ime është, jemi bindur që të dëgjues kanë dëshirë me dëgju. Si ishin momentet e para të kishës së parë, të shërbesave të para të asaj kohe? Është koha, unë në atë kohë, ishte rreth vitit 75, isha student i fakultetit juridik në Prishtinë, i vitit të dytë. Banesha në Prishtinë, në një apartament bashkë me 200 mijëra studentat të tjerë. Dhe një kushërire imja, që kështë përjetu Zotin dhe lexon të Biblën. Vjen të kom pas kohë, aty në mesin e studentëve dhe dëshmon të për Jezusin, në mesin tonë. Dhe një ditë ajo më adhuroi besëlidhjen e re, në gjuhën shqipe, të përkthyme nga Konstantin Kristoforidi, në dialektin tosk. Edhe më lutë që ta lexoja ku të kem kohë. Mora me lexua. Jo për t'i besua, sepse veç atë kisha bindje komuniste. Dhe mendoja se ideja komuniste, marksiste, ishte ideja më e mirë, ideologjia më e mirë në botë. Dhe po me dëshirën për të pa, mora me lexu me dëshirën për të pa kotësinë e religionit.
dhe me marrë ma shumë material edhe ma shumë fuqi për të kundërvu religionit e vedhës. Dhe kështu fillova të lexoj besjen e re prej Ungjillit të Mateut të predikimi i Jezusit në mal. Me pëlqeu shumë. Me ishte shumë e pëlqyeshme standardi moral edhe human që predikonte Jezusi. Dhe kjo më ushtyi që të lexoj edhe më shumë dhe vazhdimisht. Dhe kur nuk funda nga dora Bibla për të lexuar. Dhe atë standardi i mësimit që jepte Jezusi ishte shumë më i lartë nga ajo që kishin mësuar nga komunizmi, nga marksizmi, ose nga filozofit, ose religionit. Kështu që më erdhi dëshira për ta njohur këtë Jezus. Sepse sipas asaj që lexohesh në besjen e re, shifret se Jezusi ishte ngjan nga të vdekurit dhe ishte ngjitur në qiell. Dhe kështu që kisha bindjen se e mund të gjendet. Mund të gjendet dhe kërkoja mënyrën se si me takua. Por nuk kisha idenë. Nuk gjende askush që do të më udhëheste me kysh me taku Jezusin. Kështu që më dhe thirrë me shku në shërbim ushtarak. Atje takova një ushtar hungarez nga Subotica, i cili ishte student i fakultetit filozofik në Novi Sad, edhe kur erdhi në zyrën time në garnizon, më foli se e lexon Biblën. Më tha se unë e lexoj Biblën. E unë i thash atij edhe unë e lexoj Biblën. Ai tha, unë i besoj Jezus Krishtit. Thash edhe unë i besoj Jezus Krishtit. U gëzova. Dhe nga gëzimi, më një i bashkëtuat në këtë mënyrë, dhe më shelën sytë, dhe filloj me falendru Zotin, se kishte gjetur një vlla, si për mua, në ushtri. Dhe për mua ishte hera parë, me pa një njëri të lutin në të mënyrë, edhe me falendru Zotin, më lutë në mënyrë ashtu spontane. Kështu erdha të njohja. Kështu që ajme të goj për grupin e besimtare, bashkisë pionere, që kishte filluar në qytetin Pula. Dhe caktun ditën, ku dolim qytet, me shku me vizitu këtë grup. Dhe vazhdova, me shku vazhdimisht sa herë kisha leje me dalë në qytet, shkojshëm të ajo kishë. Edhe të ndëgjojmë predikimin për Jezus Krishtin, edhe se qysh Jezusi qëndron të dyert e zemrës edhe troket. Dhe nëse ndokush e hap derën me anë të besimit dhe thirr Jezusin me besim në jetën e tij, Jezusi ka premtuar se do të hyjë aty dhe do të banoj aty. Kështu që unë e bëra një gjë të tillë. I kërkova Zotit për falje për mëkatet, fajet, gabimet e jetës time dhe falendrova Jezusin që kishte vdekur për mua kryq. Dhe luta Zotin me i falë pallënitë e mia, mëkatet, gabimet e mia, me pasu me gjakon e Jezus Krishtit dhe thirra Jezusin të vi në jetën time. Edhe të bëj Zoti edhe shpëtimtari im. Kurse unë nga vetja ime i adhurova jetën time Jezusit. Që i thash, nga sot, nuk jetoj më unë, për Krishti jetën e mua. Dhe kjo që unë jetoj sot, jetoj në besimin e Perëndis dhe jetoj në jetën e birit e Perëndis se me deshë dha vetëm për mua. Lavdit madhit Zot. Pastornik, ti bashkë me vllaun, me Antonin, themeluat hapat e parë të kishës në Prishtinë, pas pak e la kishën në Prishtinë, atje ku filloi zanafilla me ty. Por si erdhi thirrja për të ardhur në qytetin e Gjakovës, në qytetin tim? Në bashkinë Prishtinë, kishën Prishtinë, unë isha plak kishe. Vllavi im Antoni ka qenë pastor. Dhe poshto ishte në disa pleq tjetër e kishës. Unë dëshira se më ardhë në Gjakovë ishte nga dy shkaqe. Një djalë nga Gjakova, Berat Dana, ti e man mend sigurisht, ka qenë i ri, nështë 16-17 vjetë.
A i kishte një daj në Prizren, dhe i daja ishte bërë besimtarë. Dhe bashkë me ta edhe në bashkim në Prishtinë, në Kishë. Dhe pra në Jezusin, Berati, dhe jetën e vetë Jezusit. Kër e jetë në Gjakovaj, kështë e fillu me shpënda ungjillin, me folë njerëzve moshatarëve të ti. Ka qenë një shkallëzën Oloni, sigurisht e manë, ai ka qenë rreth 18 vjeçar, ai kishte pranuar Jezusin me shumë kënaqësi, dhe u bën besimtar, dhe ai filloi me të madhe dhe haptas me u folë të rive në Gjakov për Jezusin. Edhe filloi me ardhë në Prishtinë, në përshërbesën nga një herë. Më me dhe dëshira me shku në Gjakov, në ardhë në Gjakov. Dhe po i kërkova Zotit, unë edhe një arsye tjetër ishte se nana ime ka qenë për rrethit të Gjakovës. Për që Gjakova me ishte një qytet i dashur, i afërt, bas Pejës edhe Prishtinës. Kështu që kisha dëshirë me nda ungjillin në Gjakovën. Dhe ju luta Zotit dhe kërkoa shenjë. Në qoftë se pastori edhe plejtë të kishës jepin pëlqimin, një zëri, që unë më ardhë në Gjakov, duke i dhënduar një muaj, do të jenë një nga shenjat. Në këtë kohë, unë punoj isha në Bankën e Bashkuar të Kosovës. Edhe me qenë që isha duke punuar, kërkoaj për Zotit një shenjë, që në qoftë se a dëshira e Zotit, unë ardhë në Gjakov, duhet emri jem, duhet të delë në derë të bankës si të pritës pune, të punëtoj tepërt. Ishte vitin 94, prandeja vitin 94 në Budapest të Hungarisë. Mbahej mbledhja, konferenca e për pastorat e rinj. Petro Kuzmić, që ishte kryetari i kishave të Jugosllavisë, kishte lajmëruar pastorin Antonin, ishte në madregon nikën në konferencë. Edhe unë isha në konferencë bashkë me disa të tjerë bashkisë. Bas konferencës, Petro Kuzmić organizoi konferencën veç me pastorat e Jugosllavisë. Edhe më thirrë dhe mund të jem aty. Dhe ju tregoj atyre se Nika ka shkuar në Gjakov me nda ungjillin. Edhe kërkoj për atyre që të luten, të vendojmë i mund të luten për këtë gjallë. Ata të gjithë lutën edhe kështu, dhe ishte një konfirme. Kur të nësën, kur edhe prej Budimpeshtës, Hungarisë, në të qyteti e jenë, në Prishtinë, në derë të bankës, në mëngjes, e gjeta të shkollë me emrin tim, se si të pritës, punëtojë me të pritës, që nuk në pritën marrëdhënia e punës. Kështu që dhe në fund mujt, kisha vazhdoja me punu aty, ma ndej, kishte ndeprej marrëdhënia. Kështu që pra mujt i një shenjë, një plotësim i një shenje. Tjetër, kisha nevojë për dikën që dhe më përkra. Ishte misioni Bridge. Nga Holanda, që më ofruhet me më ndihmu një financiare edhe me më përkra shërbesën. Kështu që përfaqësuesi i Bridge-it, Jozef, kam harruar emrin e tij, tani është pastor në Bosnjë, ai në emër të Bridge-it i vendosi duhet himua me vajosi edhe lirej bekimet mi shërbesën time si pastor. Kështu që prej fillova me ardh prej Prishtinë çdo vikend. Vitin 93. Çdo vikend në Gjakov. Edhe aty në bankë kisha disa kolegë nga Gjakova. Dhe informova ata se kisha nevojë për një shtëpi në Gjakov. Dhe për një moment u lajmëroni Hajdar Domi. Ai tha, kam dëgjuar se po kërkon shtëpi me qira, unë e kam shtëpinë, thatë, edhe ai na dha shtëpinë. Ishte një shtëpi e re, 2 katëshe, 2-3 man, a shtëpi.
ishte edhe kishte një avarë të mirë, dhe kështu që kishte një salon bukur të madh, dhe aty fillon të vinë të rit e Gjakovës. Ata informojnë një tjetrin për diçka të re në Gjakov, edhe njerëzit fillon të vinë. Në vitin 94, në Prella, që është atje në Prishtinë, dhe shpërngula me gjithë gruan dhe fëmijët erdhen në Gjakov, edhe jetojnë për asaj kohe në Gjakov. Lavdit madhe Zot. Pastornik, për asaj kohe ti në Gjakov, në kishën e Gjakovës, nuk u thjeshe pastornika, u thjeshe bacanik. Kështu që ne të gjithë të njenim ty sikur bacanik. Por unë dua ta bëj një pyetje, sepse ti erdhe në një qytet ku ngjilli ishte i pashpallur ende. Ishin momentet e para ku ngjilli do të shpallej publikisht, edhe pse unë kisha dëgjuar disa vite më herët. Por në mënyrë publike erdhe ti dhe shpallet. Cilat ishin sfidat e kishës parë në ato kohë? Këtë drejt, kur erdhen në Gjakov, ishin paraqitur disa probleme. Problemi i parë ishte se nuk ishin një vend për bashkësi. Të verën u përpoqa për të gjetur një vend në Gjakov, po asë njëri nuk thoshte se ja unë të jep shtëpin. Edhe nuk u tregoj aty për se ja kam për kishë. Po përse prapë dyut ishin të mbyllura. Djalli nuk dëshirante që me hap kishën në Gjakov. Edhe mande gjetëm kishën në mas pari në Brekac. Dhe mas 6 muajve që shërbenim aty, pranari i shtëpisë ka qenë malazez. Edhe më tha, nuk mund të banesh më në këtë vend. Sërse mitropoliti i Prizrenit më ka thonë, nxjerri evangelista për shtëpije, ose të të shkishraj ty. Të të shkishraj dhe më thonë, të të përjashtohet nga kisha ortodokse. Kështu që ti duhet me lëshu kishën. Me lëshu shtëpinë. Ishte problem ku me gjetat një vend në Gjakov. Edhe gjetën një vend banimi. Nuk kishën vend takimi. Ma në fond, Zoti gjeti vendin, ku ndodhë kisha, ku shërbej. Pasi bon 6 muaj shërbes, që përkrahashen nga brigji, misioni e brigj me ndërpreu financat. Edhe më tha se nuk bashkëpunoj më. Isha në gjani shumë të vështira. Edhe në zisha si t'ja bajnë. Fillon me jepë Zotit. Në Prishtinë kom pas një apartament timin, personal, të cilën banka ma kishte dhuruar. Dhe e shit apartamentin. Për 30.000 mark atëherë, e që marka manel kembimi. Edhe me ato para, e paguja qërani shtëpisë, qërani kishës, edhe qërani edhe ushimin. Por, një ditë ato sësën. Dhe s'kishte më financa. U paraqit një përfaqësues i Nehemias nga Zicra, Jozef Bruzhajla, i cili mori pasi për Nehemin të Nehemis, me mbulu shpenzimet. Edhe kështu që ai filloi me mbulu shpenzimet, edhe ne vazhdojmë punën, ai shpesh herë kishte në dërgonte kombatkohen, kamione me ushqimore edhe me rroba, edhe kështu vazhdo. Mande mbasutën në Kosovë, u paraqit përfaqësuesi i Assemblees of God nga Michigan, i cili tha, du me ble këtë plaç, pa kishën. Plaçi ka qenë mallësit 9 ardi e 30 metra. Edhe e bleu. Edhe tha, du me ndërtu shtëpinë pa kishën. Edhe ndërtoj, atë që është atë. Dhe
Po në ndërkohë, o qëllin kisha të reja në Gjakov. Njerëzit që dërën nga bashkësia ishin entuziast dhe kishin dëshirë të zjarë me prediku Injilin dhe me botën njohur emrin Jezus. Dhe kështu filloi të përhapej mbretëria e Perëndisë në Gjakov. Në fillim ishim shumë të panjohur, por tani Gjakov me evangelistët ose ungjillarët janë të njohur si bashkësi e paqes, bashkësi mirëbërëse, paqësor e tjera. Por për të ardhur në këtë pikë, ordosh të kalosh në për shumë sfida, në për shumë vështirësi, në për shumë situata që të bëhet një temel dhe sot unë gjithë të jetë me i letë për të shpallur në qytetin e Gjakovës. Unë kam një pyetje që ka të bëjë tash me mua. Pasi ti je në emisionin tim, dhe unë do të dëshoj të pyes, a mund të më përshkruash momentin e parë kur u takova me mua dhe kur më pa mua në shërbes në kish? Thash se të ri fillon të vinë kish. Ata informonin një tjetrin. Kjo është në Gjakov e njohur. Nuk kanë nevojë shumë për televizion se radio. Njerëzit në Gjakov e shpërndajnë informacionin me një tjetër. Tamam që kur në Athinë, që thot Apostol Paul, ku shkoj me prediku Injilin në Athinë. Njerëzit nga krishëria kërkonin me ndëgju nga një tjetri, gjëra të reja. Dhe kështu njerëzit vinë në kish, të ri. Dhe mrekullia e pranonin Jezusin. E thënë Jezusin jetët e tyne. Dhe i dorëzonin jetat të tyne Jezusit. Fryma në shenjtë binte mbi ta. Dhe ata mbushën me një besim. Frymë lutje, lexonin Biblën. E ishte mrekulli në vete. Dhe një ditë kishin lutje në sallë, atë në shtëpinë ku në salon, në rreth i besimtarëve, kishin mbyllë sytë, po luteshin. Për një moment, kisha ardhi. Dhe një lutje jote, ishte e veçantë. Ishte e rrjedhshme. Dhe sa ti po luteshe, unë i hapa sytë në këshu kush po lutet tash mia. Dhe pava ty, për të parë. Dhe mandej, ti vazhdoj në një kish, regulesht, kështë ka qenë një person i veçantë, i përkushtum, me përkushtim. Dhe më thanë i përkushtum në besimin. Dhe që vazhdimisht kërkonte me gjetë rritjen në Zotin. Faleminderit shumë, por ku unë jam tani, domethënë ti je pjesë e gjithë atyre punëve çfarë kemi bërë në fillim, sepse unë gjithmonë e falenderoj Zotin për përkushtimin tonë, sakrificën tonë, mundin tonë, në përgjitha ato kohë të vështira që i përmene, dhe tani jemi një pikë ku unë doshe të them ty që sa ndihesh krenar, sepse pikërisht nga shërbesa jote në Gjakov, kanë dalë shumë shërbestarë tjerë të rinj që e predikojnë Ungjillin në për vende të ndryshme. Lavdi qoftë Zotit, lavdia i takon Zotit, dhe puna është e vetë Zotit. Apostoli Pauli tha se unë mbolla, Apollo i rriti, edhe Perëndia e bëri që rritën. Kështu se kjo është një vërtet gjithkund, edhe gjithka në mbretërinë e Perëndisë. Nuk është kënaqësi, por është kënaqësi e veçantë. Dhe ndihem i lumtur që Perëndia me ka përdorur si mjet për ta ndarë fjalën e tij, Ungjillin e tij njerëzve. Dhe njerëzit të rinjt e kanë pranuar Jezus Krishtin, shumë të rinj të reja dhe janë bërë besimtarë. Jo vetëm në Gjakov, por edhe në Kosovë. Antoni, vllavi im, motra ime, u bën besimtar. Djemtë mi, Tritoni, Arturi, a qenë femit Sakolli. Mandej në Gjakov ti, Taton Berisha, jeton Sokoli, a im pa dhënë dëshmi se
e kanë dëgjuar Ungjillin prej Skënderhotit, që ka qenë pjesëtar i kishës tonë. Edhe Blen Shefjani, andaj lidet të tjerë, Angjel Bajrami, Petet Keqani edhe shumë të tjerë, të më thonë, janë njerëzit që e ndëgjuan Ungjillin dhe e pranuan si fjalën e Zotit dhe rritën besim, edhe ngretën dhe bën të aftë, Zoti i bëj të aftë me përnda Ungjillin nga ana atyne të tjerëve. Një ditë, dhe sa ishte Angjel Bajrami, si antar i kishës, tani ai jeton në Gjermani, edhe pa shkuar në Tropoj, në Shqipënisë. Tha, Beçanik, kam dëshirën me shku në Tropoj edhe me folë për Ungjillin. Shkoj atje. Edhe shumë të rije të reja u kthyn te Jezusi. U kthyn edhe ata të rije të reja, njëri prej tyre më lajmëroi prej Amerikë. Kishte të shpenguar në Amerikë me gruan e vet dhe me vajzën, edhe kishte filluar një shërbes në Amerikë, në Kentucky, New Orleans. Pra dhe më ndihë dhe hejtë atë me vuan kontakt me Still, besimtar që ka qenë pastor në Korçë. Shumë nga ata u bën në për Shqipëri, shërbim në për kisha, njëni është miliardi, është pastor një kishë në Tiranë, pra dhe kështu Zoti bëri, mrekullira. Është një fjalë që ndëgjova për një misionari që tha, kur nuk duhet me nënçmue një burim të vogël uji, sepse për ti do të krijohet lumi, bëhet një lum. Jam i bindur që ti je krenar dhe e lavdron Zotin, sepse nga ti edhe bij tuaj fizik janë duke shërbyer Perëndis, por edhe shumë bij frymor nga puna dhe shërbesa jote janë duke shërbyer Zotit sot. Dhe përdesa ne jemi tani në përfundim të këtij emisionit, një ditë në jetë që me shpresë dhe me besim do të kemi prapë këtu musafirë për pika tjera, me folë për tema tjera. Unë dua të kërkoj për teje që t'japish një mesazh kishës së Kosovës, Shqipërisë dhe anën mban shqiptar, ku na dëgjojnë për të ardhmen, çfarë ti ke në zemrën tënde dhe thuash kishës së Kosovës dhe kishës së Shqipërisë për shërbesën tonë 40 vjeçare duke qëndruar këtu ku je. Falenderoj për këto, por unë duhet të ballafaqohem me një fakt. Unë tani jam 72 vjeçar, nuk kam vjetë shumë, por pleqëria është ajo që e bën të vetën. Dëshira është e zjarrt që me vazhdue dhe kërkoj Zotit që me treguar një udhëheqje të re dhe vajozë të re. Jam shumë i kënaqur dhe i lumtur që thotë kërnohem për atë që Zoti po bën me të rit në Kosovë, janë të zjarrt, predikojnë Ungjillin dhe lavdi për anis mëkat. Dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Prej Kosovë, në Kosovë pa dërguar një misionar, Ganis Molicën, i cilin ka qenë kryetar i vllazërisë ungjillore në Tiranë. Dhe shumë misionar nga bashkia jonë të huaj, që erdhen në Prishtinë, u dërguan në Shqipëri dhe hapen kishat. Ka qenë në Zhuadiba, që dhe tani ka vdek, po ka pas hapur kishën në Tiranë. Ka qenë edhe Mike nga Anglia, ka qenë pastor në Korçë, në Von Golden, e shumë të tjera. Kështu që Zoti bëri që të ndodhen mrekullia. Mbretëria e Perëndisë të vijë mbi shqiptarët. Por një gjë është e saktë, se ne ndodhemi në prag të ardhjes së dytë të Jezu Krishtit. E atë kisha është në botë, është në alarm.
jo në alarm për ndonjë rrezik, por në përgatitje, që është e sigurt, se ardhja e Jezu Krishtit është afër, në prag. Edhe për këtë kisha duhet të jetë vigjilente edhe të forcohet, edhe të marrë forcë, me qenë të zgjuar. Me qenë të zgjuar në përhapjen e Injilit, që ku Jezus dhe vi, ta gjej kishën të jo të fjetur, por të mbushur me frymshanjt, me gatishmërinë e përhapjes së Injilit. Që njerëzit me ndëgjuar dhe me u shpëtu bota. Që bota me u shpëtuar. Dhe me artë të Zotit. Lavdi për ne. Amen. Pastërnik, ju falenderoj nga zemra për kohën që ti gjetet e vishtu në emisionin Një ditë në jetë. Historia juaj na kujton se Zoti punon me besnikëri, edhe kur rruga është e vështirë, dhe se një jetë e dorëzuar atij mund të lejë gjurmë për breza pas brezave. Faleminderit edhe një herë, ishte kënaqësi të kemi në mesin tonë. Lavdi Zotit. Faleminderit për ftesën. Miq të dashur, ky ishte emisioni për sot, Një ditë në jetë. Ju kujtojmë që do jemi me juve çdo javë deri në emisionin e ardhshëm. Paqja dhe gëzimi i Zotit qofshin me ju kudo që jeni. Zoti ju bekoft shumë.